Teatri Migjeni mirëpriti edicionin e 4 të ceremonisë 10 më të mirët e vitit, organizuar nga Gazeta Shkodra Sport me mbështetjen e Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Pro Sport. Momenti kulmor i aktivitetit ishte shpadhja 10 më të mirëve të vitit 2025, ku vlerësuan sportistë, trajnerë dhe ekipe që kanë dalluar për arritje e tyre gjatë vitit, si Bekim Balaj, Megi Doçi, Franco Burrej, Vllaznia Futsal dhe të tjerë. Do lloj organizimit ka vështirësitë e veta, po kur ke partner, kur ke mbështetës, besoj se çdo gjë bëhet edhe me lehtë. Kuptoj që me lehtë bëhet edhe kur ke se çfarë të pasqyrosh dhe çfarë të promovosh, kur ke vlera për të pasqyruar. Është momenti që pas 35 viteve hapje, tranzicion, të mendohet për politika sportive ndryshe nga pushteti vendor, nga qeveria qendrore. Shkodra ka një fat edhe një privilegj të madh, që të gjithë këto talente të reja edukohen në institucionet tona arsimore. Viti 2025 ishte i veçantë për kapitenin kuqevlu Bekim Balaj, që u ndërua sërish në këndmbrëmje pas triumfit në Top i Art. 2026 të jetë një vit i marrë për ne dhe ndoshta të realizojmë një dëshirë të gjithëve që s'na me të flasim shumë për atë pjesë, por që na me kena shumë punë për bëhet deri atë. Ceremonia shërbeu si një vlerësim i rëndësishëm për punën, për kushtimin dhe sukseset e sportistëve, trajnerëve dhe figurave sportive, duke konfirmuar rëndësinë e sportit për qytetin e Shkodrës.